Mirëmëngjes, nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e martë, data shënon 21 korrik 2026, është dita e 201 nga 365 stilla. Dielli sot ka lindur në orën 5:25 minuta, ndërkohë që do të perëndoj në orën 29 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e 2 dhe 3 me telefonata, dhe në pjesën e 4 e të fundit do të jemi me motin dhe trafikun. Por fillimisht, si zakonisht, e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Llogaridhënia nga nafta tek inceneratorët, eksperti akuza Ramës e Ballukut për cënim të interesit publik. Hetimet nafta, kontratat dhe interesi publik janë kthyer në debatet forta për mënyrën se si Shqipëria menaxhon pasuritë e saj strategjike. Eksperti Zef Preçi ngresh shqetësime mbi mënyrën e administrimit burimeve natyrore, kontratat koncesionare dhe nevojën për një debat publik mbi përfitimet reale që qytetarët marrin nga pasuritë kombëtare të përbashkëta. Ai apelon për hetim të plotë, përfshi edhe çështjen e inceneratorëve, se si janë menaxhuar fondet publike. Në faqet 6 dhe 7, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës, edhe sa miliona duhet vidhen, qytetarët vendosur për qëndres deri në largimin e kastës politike dhe krijimin e një qeverie të re. Rilindja e turizmit me tatimet në kulmin e sezonit, Lika, krimi e korrupsioni i Ballukut do e rrëzojnë pushtetin. Në faqet 2 dhe 3 gjeni materialin e plot. Tituj të tjerë. Denoncimi tabaku. Qeveria i çon media statimet sepse News 24 transmeton protestën. Deputetja Balluku ne mbrojtët dhe sot është pengesë për integrimin. Në faqen 5 gjeni deklaratat e plota të deputetes demokrate Jorida Tabaku. Të përndjekurit kësti i 4 trashëgimtarët që përfitojnë dëmshpërblimin, në faqen 22. Ndriçim Kulla, karakter jo privilegje, filozofia e Ismet Totos që i flet edhe shekullit të 21, në faqet 14 dhe 15. Rrëfimi artistik, qyteti i dehur, ekspozita e Tasos me copsa jete nga Pogradeci, në faqen 13. Dosja hetimore më 1947, greva e uris në Burg, Nurie Koculi, 11 ditë pa buke pa ujë pasi u solidarizua me Musinen. Në faqen 17. Shohim dhe hapësirën opinion. News 24, televizioni protestave rinore e qytetare për triumfin e kombit. Nga Skënder Kapiti. Besim Mulaj, futbolli bashkon pushteti përvetëson. Në faqen 18. Erion Amalo, kur pushteti i gjatë të kur shtetin dhe njerëzit. Në faqen 19. Ndërkohë tituj të tjerë në brendësi. Shkodra bëhet skene e kinemas botërore, frymëzuar nga historia, kultura dhe peizazhi i qytetit. Rezidenca Kino on the Road sjell 10 ditë krijimtarie kinematografike në qytetin e Shkodrës. Nga Sensa Unadona te Bajla, Zucchero sjell sot hitet në Tiranë. Ndërkohë, nga ekonomia dhe sociale, nga energjia dhe taksat, paketa për pensionistët, ngelet ende në sirtar, zbardhet strategjia e qeverisë për trajtimin e të moshuarve, pensioni 13, përjashtim nga taksa e pronës dhe energji më e lirë, masat që ende nuk kanë kaluar nga strategjia në zbatim. Nafta, kriza në lindjen e mesme prek xhepat e shqiptarëve dhe një titull i fundit, studimi, 8 në 10 pensionist kërkojnë zgjerimin e listës së barnave me rimbursim të moshuarit përballë pensioneve të ulta dhe faturës së rëndë të barnave. Me këtë titull e mbyllim këtu faqen e parë të gazetës Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend.
Ndërkohë, do të vjojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj për këtë të martë. Dëshmia e plotë e Bamir Topit para GKK-s. Ish presidenti tregon detajet e procesit që nxori ish kompleksin Partizani nga plani për hapjes së ushtrisë. Ja çfarë për shkatrimin e generalit që doli kundër Sali Berishës. Në faqen 6. Përplasje e fortë në Bashkinë e Tiranës, Samuel Aristani sfidon urdhrin e Veliajt, refuzon të rikthejë në detyrë Elban Dokushin, sekretari i përgjithshëm e kallëzon penalisht. Misteri i Nesti Angonit rikthehet në qendër të betejës, Veliaj sfidon Spakun në GKK, kërkon zbardhjen e identitetit të denoncuesit anonim. Plazin akuzat Niko Peleshi, Vilte White Rock me Belinda Ballukun, prona luksoze nuk figuron në deklarimin e pasurisë së kryetarit kuvendit. Bashkimi Evropian fut në lup financat e Edi Ramos, eurodeputeti plas bombën, zbulon se kryeministri përdor familjen e tij për të çuar para jashtë shtetit. Në faqen 3. Zbardhet pasuria e Taulant Ballës, nga apartamenti i dyshimt 200.000 euro dhe toka 12.000 metra katror, te qarkullimi i 2.5 milionëve euro, si u shndrua tao në magnet parash, ja perandoria e re bankare ngritur mbi pagat e majme të bashkëshortes. Në faqen 5. Tituj të tjerë, çfarë po ndodh në Selin në Roz? Rama mbledh premten grupin parlamentar dhe ministrat, mesazhi i kryeministrit vënë në lëvizje Partinë Socialiste. Falja fiskale hyn në fuqi, borxhet e vjetra deri në 2014 fshihen, hiqen gjobat dhe kamatvonesat deri në fund të 2024-s, ja kush përfiton, në faqen 10. Opozita i jep fund bojkotit dhe rikthehet në kuvend për plasje dhe debatet forta me mazhorancën për hartën e re territoriale, seanca mbyllet mes tensioneve. Komende analiz, Lesh ndoi ende pa krye. Artan Xhemal Duka, mbyllja si fillim. Bujar Leskaj, protesta qytetare në ditën e 51 dhe mazhoranca ende nuk reagon. Tomor Shasho, ne si qytetar kemi përgjegjësi për pastërtin e ambientit. Rajon dhe bot, media gjermane hap arkivat e errta, ja e kaluara kriminale e Vučićit, çfarë ndodhi në udhëtimin e luftës së presidentit serb në Bosnjë në vitin 90. Ismaili nyje e re luftës në Ukrainë, porti i vogël në Danub që mund vendos fatin e korridoreve strategjike mes Rusisë dhe Perëndimit. Nga kërcënimi i Trumpit ndaj Iranit te armpushimi 10 ditor, përplasja SBA Teheran merr tjetër drejtim. SBA forcon praninë ushtarake në rajon. Burnham formon qeverinë e re britanike. Telefonatën e parë si kryeministër e zhvillon me Donald Trump. Starmer thot lam të mirë. Ky ishte titulli i fundit nga faqja e parë e gazetës Sot për ditën e sotme. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për këtë të martë. Superioria nuk prodhon më golashnues klasik. Në sezonet e fundit askush nuk ka shkuar më shumë se 19 gola në 40 ndeshje. Shumica janë të huaj, veç Maksutit dhe Kasallës, të rinjt janë zhdukur. Në faqen 5, materiali i plot. Kryeartikulli Panorama Sport, renditja e favoritëve, topi i art 2026, Messi bie, ngjitet Rodri. Faqet 16 dhe 17, gjeni materialin e plot.
Tituj të tjerë: Europa, Egnatia si buzëqesh fati, Shorti hap rrugën drejt historisë. Udhëtimi Odiseja e Dinamos 8 orë rrugë për në Sloveni. Analiza: Tirana është ekipi më fair play, Egnatia më grindavecja. Në faqen 5. Verdhe Blut sqapi, Elbasani nuk dështoi, projekti vazhdon. Legionarët piste re për Aslanin mund qëndroj tek Interi. Formula 1, Spa Francorchamps, gara belge nga aksidenti i mekanikut te gafa në Instagram. Në faqen 11. Edhe një titull tjetër nga kryefaqja, ndërkohë pas do të shohim edhe disa titull në brendësitë gazetës Panorama Sport. Speciale Kupa e Botës 2026 nga Spanja fituese te humbësit e Argentinës. Faqet 14 deri në faqen 17, një material i zgjeruar. Ndërkohë sot në gazetën Panorama Sport gjeni një material shumë interesant, tabele të gjitha korave në superiore, e gjitha ekipeve, ndeshjet, fitoret, barazimet, humbjet, golevarazhi dhe pikët që kanë marrë historikisht në superiore. Është një material mjaft interesant, cilin e gjeni në faqen 7 në kuadër të kurioziteteve që paraqet Panorama Sport her pas here. Bëhet fjalë për 31 ekipe që kanë luajtur në superiore, në gjithë historinë e superiores shqiptare. Vetëm 31 ekipe shqiptare kanë mundur të luajnë në këtë kampionat, kryesisht në 20 vitet e fundit janë shtuar dhe ekipet e tjera. Ndërkohë, gjeni dhe datat e nisjes së kampionateve kombëtare për 2026-2027 në faqen 8, qoftë kategoria superiore, kategoria e parë, e dytë, e tretë, Superkupa e Shqipërisë, Kupa e Shqipërisë, kampionati i vajzave, moshat, qoftë për superioren e moshave, qoftë për kategorinë e parë të moshave. Ndërkohë, gjeni dhe ekipet, cilat do të luajnë sipas verdikteve të dhëna në fund kampionatit kaluar, qoftë në kategorinë e parë, qoftë në kategorinë e dytë, ekipet që dolën apo të cilat futen dhe luajnë. Gjithashtu edhe materiali i zgjeruar për legionarët shqiptar, që nga Manaj, Steven Shpendi, gjithashtu dhe Vrioni. Materiale mjaft interesante. Ndërkohë, një boksier shqiptar, talentuari Kristian Prenga, do të ndeshet me Anthony Joshuan. Ndeshje shumë e rëndësishme për ne shqiptarët, pavarësisht se ndoshta për Joshuan duket si një kundërshtar i panjohur, Kristian Prenga, por Kristian Prenga është një ndër boksierët më të talentuar shqiptar, kështu që shpresojmë të arrijë diçka, e pse jo të mundi Anthony Joshuan në sfidën që ata kanë bashkë. Në faqen 10 gjeni detajet nga sfida e Prengës me Joshuan. Në me këtë titull japim fund këtu Panorama Sport për ditën e sotme. Gazetën më të madhe sportive në vend e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri. Ndërkohë tani do t'i rikthehemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Llogaridhënia nga nafta tek inceneratorët, eksperti akuza Ramës e Ballukut për cënim të interesit publik. Hetimet, nafta, kontratat dhe interesi publik janë kthyer në debatet forta për mënyrën se si Shqipëria menaxhon pasuritë e saj strategjike. Eksperti Zef Preçi ngre shqetësime mbi mënyrën e administrimit burimeve natyrore, kontratat koncesionare dhe nevojën për një debat publik mbi përfitimet reale që qytetarët marrin nga pasuritë kombëtare të përbashkëta. Ai apelon për hetim të plot, përfshi edhe çështjen e inceneratorëve, se si janë menaxhuar fondet publike. Detajet i gjeni në faqet 6 dhe 7 gazetës Panorama ditës sotme.
Kryeartikulli i Panoramës se edhe sa miliona duhet vidhen qytetarët vendosur për qëndres deri në largimin e kastës politike dhe krijimin e një qeverie të re. Rilindja e turizmit me tatimet në kulmin e sezonit. Lika, krimi e korupcioni i Ballukut do e rrëzojnë pushtetin. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Denoncimi tabaku, qeveria i çon media statimet sepse News 24 transmeton protestën. Deputetja Ballukun e mbrojtët dhe sot është pengesë për integrimin. Në faqen 5, materiali i plot. Të përndjekurit kësti i 4, trashëgimtarët që përfitojnë dëmshpërblimin. Në faqen 22, gjeni materialin e plot. Për gjithë ata që janë pritje të dëmshpërblimit, gjithë përndjekurit që janë pritje të këstit 4, një pjesë listës semrore e gjeni në faqen 22 të gazetës Panorama të ditës. Sot me dorëzimi dokumenteve nis nga 19 qershori 2026 në rrugë postare në adresën e Ministrisë Financave. Ndriçim Kulla, karakter jo privilegje, filozofia e Ismet Totos që i flet edhe shekullit të 21, faqet 14 dhe 15. Rrëfimi artistik, qyteti i dehur, ekspozita e Tasos me copë zajete nga Pogradeci, në faqen 13. Greva e urisë në Burg, Nurie Koculi, 11 ditë pa buke, pa ujë, pasi u solidarizua me Musinen. Dosja hetimore më 1947. Materiali i plot dhe mjaft interesant në faqen 17 gazetës Panorama ditës sotme. Shohim dhe hapësirën opinion, News 24, televizioni protestave rinore e qytetare për triumfin e kombit, nga Skënder Kapiti në faqen 19. Futbolli bashkon, pushteti përvetëson, nga Besim Mulaj në faqen 18. Opinioni i fundit vjen nga Eriona Malo, kur pushteti i gjatë, të kur shtetin dhe njerëzit. Me këtë titull dhe mbyllim këtu faqen e parë të gazetës Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, ndërkohë shkurtimisht tani do të shohim edhe titujt kryesor deri në këto momente në balkanweb.com, web faqen më të madhe shqiptare të lajmeve, median më të madhe online, dhe më pas do të shkëputemi për publicitet, shohim titujt e Balkanweb. Parashikimi i motit për sot, 21 korik 2026, shpresoj dhe besoj se do të kemi ndryshime interesante. Horoskopi i ditës për datën 21 korik, frymëzim dhe energji, zbuloni surprizat. Horoskopi. Revolta kundër qeverisë, pankartat ironike ndaj Ballukut, Ramës dhe deputetëve socialist. Belinda i lëshoi apartamentet e saj me qëra. Nesër më shumë, mbyllet protesta e 51, ku shqiptarët janë në revolt, qytetarët në mesazh të qartë nga sheshi, nuk ndalemi deri në largimin e Ramës. Titujt të tjerë, fotolajm protestuesit me mesazh shënimin bulevard paralajmëron tubimin e radhës në 23 korik para parlamentit. Qytetari falenderon News 24, tur për kryeministrin që godet një biznes të ndershëm. I shembën ndërtesën, tatimet i shkuan të dielën. Protesta e 51 kundër Ramës, jo më zegjine 140 deputet të gjithë analfabet. Me këtë titull nga Balkanweb e mbyllim këtu, hapësirën e shtypit ditës për ditën e sotme, ndërkohë që ju kujtoj që Balkanweb përditësohet dhe updatetohet në çdo 10 sekonda, kështu që gjeni lajmet më të fundit aty, zhvillimet më të fundit nga vendi dhe nga bota në balkanweb.com. Ndërkohë,
Ne japim fund hapësirës shtypit ditës për ditën e sotme, shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak me telefonatat studio. Publicitet.